gjatë karrierës si lojtar, gjithë edhe i kom batu mendimet e mia, kom mendu që kur e kanë marrë trajnerat në ai vendim apo në stërvitje ose në sistem ose në taktik ose në formacion, gjithë i kom batu mendimet e mia, që më kanë interesu edhe gjatë karrierës si lojtar ju marrë pak a shumë me atë punë, se më ka interesu, edhe kur e përfundova karrierën, u konë qëllimi jem, dëshira jeme me provu, edhe me pa qysh është tamam, se e ki edhe përgjithsinë mu marrë me shumë tjera sene, me i pregadit gjitha senet, po besoj që kom pas një ndërrim të mirë që më ka jep mundësia, më ka dhënë mundësia mu të bashkangjit Unisë të Nishavë të Kosovës. Falenderoj Afrim Tovarlanin, kena kalu shumë mirë që më doket u pa dhe në disa video në grumbullimin e fundit nëntor që kena pas një atmosferë tepër të mirë edhe mbrana stafit, po edhe në ekip. Nejna tash në mes të kualifikimeve, atë rrugën që kemi nisë në shtator në kundër Romanisë dhe Spanjës, ka qenë deri tash shumë me sukses, dhe qatë rrugë që kemi nisë, sepse jemi edhe qaj staf që ka qenë, edhe fundamenti i lojtarëve, baza lojtarëve është ajo që ka qenë qëto 5 lojtë e fundit, dhe atë rrugë që kemi nisë mundohemi deri në fund edhe se e dim që është rrugë e vështirë, po na mundohemi mu pregadit sa ma mirë dhe me nxjerrë në çdo lojë maksimumin dhe këtë rrugë me çu deri në fund. 2-3 muajt e fundit jena angazhu shumë edhe me analizat lojtarëve tonë, jo vetëm të kundërshtarëve që i kemi tash në mars, kena hi në detaje të lojtarët dhe po, kena disa mungesa, po ato janë pjesë e sportit dhe për mua është më rëndësi që ata lojtarë që grumbullohen, na me gjithë stafin e kena 100% besimin dhe po, dyert janë hapun për çdo lojtar. Unë me gjithë stafin bashkë na veprojmë sipas performancave në ekipet që i kanë dhe i kena për herë të parë të kualifikime janë Ariel Blaca i Prishtinës dhe Fuad Ajvazi i Llapit, po ashtu edhe portieri Miftari prej Ramil Sadikut, si e thash, dyert janë hapur për krejt që mund me qenë opcion për Unisën e Kosovës. I futboll besoj që do me jetu në momente. Normal që është mirë me ndrru edhe me njek ëndrat, po unë besoj që sidomos tash në mars i kena 2 lojë shumë vështira kundër Romanisë dhe Spanjës. Loja rradhës është kundër Romanisë. Për moment është fokus 100% për lojën me Romaninë dhe nuk menojmë aq larg se mundet me ndodhë gjithçka deri atëherë, po shpresoj normal edhe ndrrojmë, po shihemi lojë mas lojë.